Zgjidhni dhe merrni 1+1, 2+1, me veranda apo balkon, cili do qoftë apartamenti që ti dëshiron. Sot vjen një mundësi e shkëlqyer për të bërë zgjedhjen tuaj. 2 apartamente fantastike të organizimit 1+1 dhe 2+1 të dashur miq. Njëra me balkon dhe tjetra me verandë, të ndodhura në qytetin e Korçës, pranë zonës të njohur ndryshe si Trekenç. Le t'i shohim ato dhe nga brenda se çfarë na paraqisin. Më ndiqni ju lutem. Mirë se erdhët në brendësi të njëri prej këtyre apartamenteve, më saktësisht të atij të organizimit 1+1. Aroma e këndshme e ndërtimit të ri. Ndjehet në këto ambiente, të cilat mund të bëhen tuaja në çdo moment që ju do të dëshironi. Këtu ndodhemi në sallon kuzhinën e tij, një sallon kuzhinë e gjerë, e bollshme, e mbushur plot me dritë. Eksaktësisht, drita e saj vjen nga kjo derë dritare, e cila të nxjerr dhe në balkonin e saj, i cili bie mbi rrugën kryesore. Të dashur miq, ky është ambienti i parë i këtij apartamenti 1+1. Por gjithashtu, në krah të tij ndodhet dhe dhoma e gjumit. Një dhomë gjumi e gjerë, e bollshme dhe kjo e mbushur plot me dritë. Dhe gjithashtu, karakteristikë dhe e veçantë e saj është se edhe ajo ka një dalje në balkonin e saj personal. Ajo që bie lehtësisht në sy është se e gjithyrja është e shtruar me një parket laminat të një cilësie të lartë, prima kualita. E fundit, por jo për garancia, është dhe tualeti. Një tualet modern, komod dhe gati për përdorim në çdo moment. Por le të shohim dhe si motrën e saj të organizimit 2+1 me 2 veranda. Mirë se erdhët në brendësi të apartamentit në organizimin 2+1. Është ky korridor i bollshëm i cili do të lidhë të gjitha ambientet e jetesës në të. Le të shohim pikë së pari, atë gjiganden, sallon kuzhinën e tij, një sallon kuzhinë e mbushur me dritë madhështore, tek e cila mund të shfrenoni fantazinë tuaj duke arreduar si t'ju doj qefi të dashur miq në mënyrën më komode, më moderne të mundshme. Ajo ka këtë derë dritare e cila të nxjerr po ashtu në këtë verandë gjigande, tek e cila ju mund të shfrytëzoni dhe ta ktheni atë në një oazë qetësie e re atje për kalimin e orëve të pushimit. Por le të shohim dhe ambientet e tjera. 2 dhomat e gjumit, të cilat dhe këto, njëra prej tyre, më mirë të themi, e pozicionuar në pjesën verilindore dhe kjo me dalje drejt për drejt në verandën gjigande të këtij apartamenti. Tjetër dhomë gjumi, e cila ndodhet në pjesën juglindore, është dhoma e gjumit e cila si karakteristikë dhe kjo ka një dalje në verandën e saj personale të dashur miq, të cilën dhe këta mund ta shfrytëzoni sipas dëshirës tuaj dhe sipas nevojave të momentit. Këto 2 apartamente, ai i organizimit 1+1 me një sipërfaqe prej 77 metra katror dhe ai i organizimit 2+1 me një sipërfaqe totale prej 124 metra katror. Do të vinë në shitje pranë studios tonë EK Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj në qytetin e Korçës. Për çdo informacion shtesë telefononi në këta numra këtu. Gjithashtu mos harroni se pronat më të mira i gjeni vetëm tek ne. EK Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më saktë, më sigurt. Ju mirëpresi.